E kam tëftuar Valon Fekën për çka do të flasim deri në orën 19:00. Në orën 19:00, atëherë kur nuk mund të ndikohet rezultati i zgjedhjeve pasi që qendrat e votimeve zyrtarisht mbyllen, ne do të publikojmë, pasi që votat janë në kuti, do të publikojmë edhe rezultatet të cilat janë edhe më tutje duke u numëruar nga UBO Consulting. Valon Feka, kënaqësimet pas në studion e emisionit Debat Plus. Kënaqësi edhe për mua gjithashtu. Valon Feka, çka prezantojmë në këtë pjesë të parë? Në pjesën e parë po flasim pak për strukturën demografike të votuesve në 3 komuna që kanë qenë pjesë e exit pollit të. Cilat komuna kanë qenë? Është Prishtina, është Prizreni dhe Gjakova. Mirë, Mitrovicën pse se ki bo? Mitrovica ka veç një arsye pse se kemi bo. Po ne shikues të dinë nga rundi i parë, ku rezultati ka dalë që tjetë në diferencë më të lartë se sa që ne kemi parashikuar. Nga e djela e 12 tetorit edhe deri dje, ka pas një sulm goxha kështu të theksuar në raport me exit pollit, dhe frika jonë e vetme ka qenë që kjo mund ta ndikoj gatishmërinë e njerëzve për të përgjigjur në exit poll. Dhe a është kjo arsye mjaftueshme që një kompani kaq prestigjioze si që është UBO Consulting me ikdore me thonë ja na këtu nuk masim? Po, për shkak se matjet ermalën përgjithsisht, të përfshirë dhe exit pollit, janë përgjithsisht të sakta në një ambient ku ka, le të themi, ku nuk ka tensione të larta. Në Mitrovicë e dim edhe nga 12 tetori, kemi parë edhe video që janë shfaqur ditëve të fundit, dhe për të mos bërë ndonjë gabim që kish pas mundësi me u keq kuptu që do ta rëndonte edhe më tutje UBO-n edhe Dugaxhin, kemi hequr dorë për shkak se po them edhe një herë, në një situatë të tillë shkolla e gatishmërisë të njerëzve për të përgjigjur mund të jetë e vogël. Në rastin e 3 komunave që i kemi sot, refuzimi është nga 6 deri në 7.5, varësisht për cilën komunë po flasim. Dhe kjo a mundet njëjtë me prodhu një rezultat të ngjashëm si në Mitrovicë, dhe më pas që ju të friksoni me prodhu një rezultat tjetër në zgjedhjet e ardhshme, me thonë që na e përjashtojmë ndonjëra nga këto 3 komuna, Valon? Arsye pse po pyesëm? Po, gjasat janë gjithmonë, po një mund të ndodh. Ajo që kemi pasur është që ky refuzim nuk lidhet shumë me punën që është bërë në raundin e parë. Ka pas raste sporadike ku njerëzit kanë rikujtuar, le të themi, exit pollin e Mitrovicës, por moti ka qenë i paqëndrueshëm në intervale të ndryshme kohore, dhe njerëzit, si më thënë, kanë përtu, ndoshta edhe me u ndal e me u anketu. Por që kjo gatishmëria e njerëzve për me u përgjigjur është mbi 90%. Pra është mbi mesatarën e gjitha exit polleve që zhvillohen pothuajse në gjithë shtetet ku exit pollet japin saktësi të mëdha.